Një aksident me pasojë plagosjen e një 65 vjeçari që udhëtonte me motociklet ka ndodhur rreth orës 11:30 në aksin nacional pushimi shoferit Divjak. 65 vjeçari udhëtonte me motociklet në drejtim të Divjakës, ndërsa në dalje të fshatit Gur ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar në rrugë. Ambulanca e ka transportuar me urgjencë drejt spitalit të Lushnjës me lëndime të shumta, ndërsa policia e rendit në Divjak ka shkuar menjëherë në vendngjarje së bashku me njësinë e qarkullimit rrugor dhe grupin e punës për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Sipas të dhënave të para, dyshohet se 65 vjeçari banori fshatit Kryekuq ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar në një pjesë të drejtë rruge, por ka qenë e pamundur që ai të fliste se çfarë i ka ndodhur pasi ka qenë në gjendje të rëndë. Nga spitali Lushnjës konfirmohet se ka fraktura të shumta në kokë dhe gjymtyr, ndërsa nuk dihet nëse kaskën mbrojtëse e kishte të vendosur apo jo gjatë momentit të aksidentit. Segmenti rrugor pushimi shoferit Divjak është një aks shumë i frekuentuar nga motocikleta dhe në të shkuarën ka pasur aksidente të rënda deri dhe humbje jete.